e kupton në kimin e trupit tënd që kjo është gjëja jote. Dhe ajo ishte gjëja ime. Unë e dija që ky ishte një gjë që unë e doja, e ndihesha mirë kur e bëja. Prandaj zgjodha të bëj këtë gjë. I humba ato klasa, ato para që kisha paguar para të semestrit, nuk ishte ndonjë humbje për të shënuar në histori, por shkova të bëja atë gjë që mendoja se ishte më e mira. Dhe ato 4 vjet kam pas klasa si Photoshop, kam bërë pikturë, kam bërë kuptimi i filmave, duke parë filma, duke i studiuar, duke i analizuar, në gjëra që dukeshin qef. Në atë ai profesori ynë që ishte dhe head of department, domethënë që kreu i departamentit të komunikimit atje vinte bashkë me qenin. Ne kishte një shepherd atje dhe domethënë ambienti ishte shumë i relaksuar, pedagogët ishin të shkëlqyer realisht, njerëz mbi të gjitha dhe më tha një gjë në atë kohë. Për ata që janë ende, dikush më tha, një nga pedagogët më tha, ne tani jemi koleg. Ti nuk je një gjimnazist. Këto 4 vjet që ne do kalojmë bashkë janë një udhtim midis kolegësh për të nxjerrë më të mirën nga ti. Për mua zgjati jo 4 vjet, po 5 vjet e gjys, sepse unë punoja në të njëjtën kohë dhe shkoja në shkollë mbasdite, kështu që nuk i merrja klasat aq intensivisht sa të tjerët. Dhe më pëlqeu që zgjati kjo përvoja edhe më shumë, sepse njeriu që isha kur fillova dhe njeriu që isha kur mbarova, po pak nga pak dhe pa e kuptuar fare si ajo Sky Tower që rrotullohet shumë ngadalë, kisha ndryshuar. Ato 4 vite të asaj pune që ne bënim atje në universitet ishin për të nxjerrë nga unë atë që duhet të dilte që aty. Ka thënë njëherë Michelangelo, e pyetëm për Davidin që si e bëre, Davidin e famshëm, e thoshte ai ishte gjithmonë aty. Thoshte ai në atë blok shkëmbi, mua më desh vetëm ta lë të dalë. Edhe në një farë mënyrë kjo është edhe ajo gjë që ju po bëni këtu, ajo çfarë keni brenda, ajo forma e përkryer, skulptura që do jeni një ditë, është aty, po ka nevojë vetëm që dal nga dal me atë daltën si Michelangelos ta nxirrni atë. Dhe kjo është koha kur ju punoni te kjo pjesë, që ajo formë e mrekullueshme të vihet më pa.